Grupi parlamentar I Partisë Demokratike ka zyrtarizuar kërkesën për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimtarisë të organeve të pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, si dhe për të verifikuar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 11 majit. Në kërkesë evidentohet se siç ishte parashikuar nga 4 rezolutat ndërkombëtare, procesi zgjedhor u provua të ishte një farsë elektorale në vend të një shprehje të lirë dhe demokratike të vullnetit të qytetarëve, thot PD. Problematikat dhe shkelet që shoqëruan zgjedhjet parlamentare u pasqyruan ngjërësisht edhe në raportin paraprak të OSBE-dir të publikuar një ditë pas zgjedhjeve në datën 12 maj, thuhet ndër të tjera në kërkesën e PD-s. Sipas grupit parlamentar të PD, në këto dokumente ndërkombëtare del se zgjedhjet parlamentare të 11 majit u komprometuan rënd për shkak të shkeleve të rënda dhe problematikave, veçanërisht në drejtim të shitblerjes së votës, intimidimit të zgjedhësve, shtetit elektoral, sistemit kriminal të patronazhimit, manipulimit të votës së diasporës dhe finalizimit të farsës elektorale në ditën e votimit, thot PD. Komisioni propozohet të ketë për objekt të veprimtarisë së tij verifikimin e ligjshmërisë të veprimtarisë së organeve të pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, si dhe përdorimin e burimeve të administratës për qëllime elektorale. Vlerësimin e nevojës për marrjen e masave përfshirë ndërhyrjet ligjore ndërmjet miratimit, korrigjimit dhe plotësimit të legjislacionit për garantimin e parimeve të ligjshmërisë, integritetit, barazisë, lirisë dhe ndershmërisë në proceset zgjedhore të ardhshme. Komisioni propozohet të përbëhet nga 11 antar, nga të cilët kryetari dhe 4 antar t'i përkasin grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe 6 antar grupit parlamentar të PS-s.